Mungesa e pagave dhe mos respektimi i marrëveshjes kolektive ka detyruar të dalin në protesta qindra punonjës të kulturës. Sipas sindikatës në kulturë, kjo është çmenduri që tashmë është bërë e zakonshme në muajt mars dhe prill. Të revoltuar, punonjësit e kulturës kërkuan kushte më të mira për punë dhe çdo institucion të lirohet nga presionet dhe kontrollet politike. Barame da se poqituvat kolektivните договори и законите. Kërkojmë të respektohen marrëveshjet kolektive dhe ligjet, kërkojmë udhëheqje transparente dhe profesionale me institucionet kulturore të liruar nga kontrollet partijake, kërkojmë të jepet fund poshtërimit, kultura nuk do të heshtë, kultura nuk do të ketë frikë, ne jemi kultura, ne jemi zëri që nuk mund ta heshtni. Prej vitesh institucionet tona janë lënë në prag të ekzistencës me një infrastrukturë që po shkatrohet para syve tanë. Staf që punon me detyra të zgjatura pune për shkak të mungesës së të punësuarve të rinj, artistë që punësohen dhe dalin në pension pa ngritje në detyrë. Nga lidhja e sindikatave thanë se mbështesin pa rezervë protestën e punonjësve në kulturë, duke u bërë thirrje që në 1 maj t'i bashkohen në protestës së LSM-s. Dojdovme 300 luge pre 3 nedeli na protest. Kishim 300 veta që erdhën në protest para 3 javësh, u trembën. Sot jemi 3000. Ata janë edhe më shumë të friksuar dhe u thamë se do të vinë 30.000 veta. Na numërojnë në vend që të na i paguajnë rrogat, i nderuar ministër, njerëzit presin që rrogat t'u jepen sot në përputhje me marrëveshjen kolektive. Në përputhje me marrëveshjen kolektive. Nëse jo, ashtu siç i tham ministrit të mëparshëm, po ju themi edhe juve. Nëse ju nuk e bëni, do e bëj ministri i ardhshëm. Më 18 prill, Ministria e Kulturës dhe Turizmit njoftoi se punonjësit e kulturës do të marrin pagat pas festave të Pashkëve. Sipas kulturës, vonesa është bërë për shkak të harmonizimit të përllogaritjeve të pagave me Ministrinë e Financave. Sipas kontratës së përgjithshme kolektive dhe kontratës kolektive në fushën e kulturës, punonjësit duhet të marrin pagën brenda datës së 10 ose 15 të muajit. Përveç punonjësve në kulturë, pa pagesë kanë mbetur edhe një numër i madh punonjësish në sektorin privat dhe publik.